Shikues të mos në informacion, përshëndetje e mirë se erdhët. Do të flasim për një çështje të ndjeshme sot, sa i takon në fakt çështjeve sociale në këtë pjesë të parë të mos në informacion. Do të ndalemi tek gjuha e urrëties. Pse janë rritur ndjeshëm rastet e dhunës, gjuhës së urrëties në vendin tonë. Vetëm pak ditë më parë kishim 3 vrasje për vetëm një fjalë goje. Por çfarë po ndodh me shoqërinë shqiptare? Për më shumë mbi këtë temë dhe më të gjerë do të zhvillojmë një bisedë në studio me mua është bashkuar zoti Robert Gajda, komisioner për antidiskriminimin. Faleminderit që jeni këtu. Dhe zonjën Borjana Dine, psikologe dhe menaxhere e platformës isigurt.al. Faleminderit që jeni këtu. Mirësi gjë. Zoti Gajda, dua ta filloj me ju bisedën. Organizata Albanian Women in Audiovisual, por gjithashtu edhe platforma juaj isigurt.al Borjana kanë publikuar së fundi raportet mbi rritjen e rasteve të gjuhës së urrëties në Shqipëri. A keni ju si institucion të dhëna ose një analizë nga se vjen kjo? Dhe kush e shkakton këtë rritje të rasteve? Ne kemi edhe të dhëna edhe merremi me gjuhën e urrëties, se gjuha e urrëties është një formë diskriminimi që institucione trajtojnë gjërësisht. Dhe tashmë është maturuar një praktikë shumë e madhe, ku ne kemi evidentuar raste me të cilat dalim dhe me vendime për gjuhë urrëtie. Pastaj për gjetur shkaqet, kjo kërkon një analizë dhe do shumë kohë për t'u marrë, po unë do të kapja disa momente. E para një momenti me të shkuptojmë është kulturor, të paktën momenti thelbësor, sepse shohim që jemi një shoqëri që nuk komunikojmë mirë, komunikojmë shumë pak, edhe kur komunikojmë në pjesën më të madhe, kemi një komunikim agresiv. Dhe kjo manifestohet në shumë ambiente. Manifestohet në media, manifestohet në kuvend, manifestohet në mënyrën se si përfaqësues të ndryshëm të aspekteve të ndryshme komunikojnë me njëri tjetrin, manifestohet në shkollë, manifestohet në shtëpi, dhe në komunitete nga më të ndryshme dhe në ambiente nga më të ndryshmet. Çka do të thotë që problemin thelb mendoj që është kulturor, neve duhet të rikonsiderojmë mënyrën tonë të komunikuarit, duke i kushtuar më shumë rëndësi fjalës, më shumë rëndësi tolerancës kundrejt njëri tjetrit, të dëgjuarit njëri tjetrit, për shembull vihet re një mungesë e theksuar të dëgjuarit në vetvete, çka pastaj gjeneron edhe momentet ndryshme që në një pjesë të madhe pastaj fatkeqësisht përfundojnë dhe me dhunë në vetvete, të mos pasurit komunikim, pashmangshmërisht gjeneron pastaj mënyra të tjera të manifestimit. Sepse ka keq kuptime. Mos kuptime. Keq kuptime, do më thonë, nuk kemi tolerancë si njerëz kundrejt dhe kjo pastaj gjeneron edhe momente dhune që pastaj përfundojnë dhe në fatalitete. Kështu që e thënë kjo, problemi tjetër është që akoma në Shqipëri kultivohet me të madhe dhe propagandohet me të madhe, me dashje ose pa dashje, një kulturë të fortit, kulturë të imponuarit mbi tjetrin. Pra jo e të kuptuarit njëri tjetrit, jo të diskutuarit njëri tjetrin, jo e të dhënit argumente se cili dhe pastaj të dalurit në disa përfundime, por në pjesë më të madhe ka një kulturë të t'imponuarit. Akoma, do më thonë, me ç'duket, shoqëria jonë vlerëson njerëzit që bërtasin më shumë, që i imponohen tjetrit më shumë, që ofendojnë më shumë, dhe përrjedhoj duke pasur këto aspekte primare, aspektet e tjera që janë ato të arsyes, të tolerancës, të diskutuarit, të kuptuarit, të mirë kuptuarit, pothuajse nuk gjejnë terren. Dhe për këtë arsye, këto pastaj ushqejnë shoqërinë. Dhe ushqimi më i keq që shërbehet është pastaj tek fëmijët dhe tek trinjt. Sepse këto janë pastaj ato që modelet që ofrohen. Po patjetër, nëse ofrohet model i dhunshëm dhe model të fortje dhe model imponuesi dhe model që nuk ka argument në vetvete dhe model pastaj dizinformimi apo mashtrimi në vetvete i cili pastaj amplifikohet, në një farë mënyrë e kthehet në një model që absorbohet nga trit dhe nga fëmijët dhe pastaj që ushtrohet dhe ne kemi parë dhe rastet ushtrimit dhunës deri në fatalitete dhe në shkolla. Shumë herët, shumë pak më parë kemi pasur raste kur edhe adoleshentë janë konfliktuar me njëri tjetrin, janë deri në vrasje. Pra, e gjitha kjo shfaqet në mënyra nga më të ndryshmet. Por kuptohet që shqetësimi jonë kryesor, duke qenë se aspekti, do të thonë,
është kulturor i përhapur në vetvete, i cili ushqet pastaj në mënyra nga më të ndryshmet, shqetësimi jonë kryesor pastaj mbeten fëmijët dhe të rinjt. Aty dua më shumë që të paktën ky lloj modeli dhe kjo mënyrë të komunikuarit, që nuk është as komunikim vetvete ose të manifestuarit vetvete, të paktën të mos mëkohet tek të rinjt sepse nuk mbaron asnjëherë pastaj. E kuptoj. Boriana, cilat janë gjetjet kryesore të raportit që u prezantuat sot mbi gjuhën e urrëties? Tani është një raport i cili është 2 vjeçar që fokusohet tek gjuha e urrëties, marrë nga raportimet që neve na kanë ardhur në platformë. Platforma identifikohet me të gjitha raportimet dhe incidentet online që ndodhin në Shqipëri. Për sa i përket raportit, duhet të themi që brenda 2 viteve por nëse e marrim nga viti 2016 që platforma e sigurt.al ka filluar raportimet e saj, deri në vitin 2024 ne kemi 1327 raportues. Por në këto 1327 raportues janë mbi 3000 e kusur links URL të vendosura, që do të thotë numri është rritur. Nëse marrim 2023-shin në numra raportuesish, do të kemi 224 raste në total. Dhe nëse marrim 2024, kemi 407 raste. Gati dyfishi? Është pothuajse dyfishi, është 63% më shumë se sa viti i kaluar. Do të them një informacion, ndoshta kjo do të jetë në raportin që do të zhvillohet në shkurt, që do të jetë raporti kombëtar vjetor për 2025, por deri më tani neve kemi kaluar mbi 500 raste. Deri tani që flasim? Deri më tani që flasim. Pra nga data 1 janar, po themi deri në 30 tetor të këtij viti. Deri në 30 tetor kemi të kaluar mbi 500 raste. Ç'do të thotë kjo? Që së pari sigurisht janë shtuar sulmet online dhe neve jo se nuk e kuptojmë në përditshmërinë tonë, këtë jo se nuk i shikojmë, por janë bërë tendencë më impulsive e çdo kujt i cili dëshiron të veprojë negativisht ndaj dikujt tjetër dhe do gjejë opsionin më të lehtë, që është hapja një profili online dhe denigrimi i imazhit dhe figurës të një personi pa patur mëshirë, do të thoja në disa raste, sepse janë tepër të egra, tepër banale, tepër absurde, e të kalon çdo limit të normalitetit, të fyerjes të zakonshme të rasteve. Çfarë mund të themi tjetër nga raporti është gjinia. Mbi 60% e raportuesve tonë janë vajza. Që raportojnë se kanë ndjerë gjuhë urrëtie, gjuhë të dhunshme mbi veten e tyre. Po. I është hapur një profil, i marrin fotot personale nga një profil personal, privat, ndoshta jo publik, dhe pastaj e eskalojnë në forma dhe mënyra nga më të çuditshmet me tekste këngësh denigruese, me mbishkrime denigruese, ofenduese, bullizuese, por me një gjuhë urrëtie tipike të dukshme dhe keqadashëse, do thoja. Vajzat sërish pavarësisht se janë raportuese më të mëdha, ngelen viktimat më të mëdha të çështjeve online, edhe e kuptojnë, shihet gjithmonë si seksi më i dobët në shoqëri. Dhe tendenca e hapjes së këtyre profileve zakonisht ndodh nga gjinia tjetër. Nuk ndodh nga vajzat për vajzat? Ndodh nga gjinia tjetër. Një informacion që mund të them më tepër është duke analizuar të gjitha rastet tona, ndodh shpesh që fotografi që janë të shuar në mesazhe private, ndoshta partneriale, në një moment të dytë, kur diçka nuk shkon mirë mes miq, por ndoshta edhe mes partneresh, ato foto do të përdoren dhe do të përdoren në mënyrën më të keqe të mundshme. Jo më larg se sa muajin e kaluar, neve kemi pasur disa raste të tilla dhe ngarkesa emocionale që ju fokusohet këtyre individëve është procesi më i vështirë. Ngarkesa emocionale nuk shkon vetëm në ankth dhe panik dhe çfarë do ndodh dhe frikë, shkon deri në mendime vetvrasjeje. Dhe këtu kemi të bëjmë me atë që edhe zoti Robert tha, pikërisht mbi gjuhën e urrëties që neve si shoqëri kemi krijuar dhe është një mungesë edhe për mendimin tim totale kulturore. Sa e dëmshme është për viktimat, po themi, që e pësojnë këtë gjuhë urrëtie? Keni pasur ju raportime rastesh kur, po themi, përveç se shkatrohet vetbesimi, marrëdhënia ndoshta edhe në familje zbehet shumë, por rastet kur këto vajza kryesisht tentojnë të vetëdëmtohen? Ka ndodhur. Dhe për fat të keq do thoja, nuk ka qenë as të pakta si raste. Vërtet? Po. Do të thonë, neve kemi, po flas për vitin e kaluar, sepse është një raport kombëtar, vjetor dhe janë 407 raste në total.
Rastet janë nga më të ndryshmet, ndonjëherë dhe nga më denigrueset. Sigurisht që ndikimet emocionale janë të shumta. Së pari njëherë kemi të bëjmë me një rrëzim total vetëvlerësimi. Kjo është e para. Kemi të bëjmë me izolimin social. Një individ nuk do më të dalë nga shtëpia sepse ndihet i turpëruar. Një individ nuk do që të shkojë më në shkollë sepse do përplaset me të gjitha fytyrat e shokëve dhe shoqeve të tyre dhe do të mendojnë, edhe nëse nuk është e vërtet nga ajo çfarë mendojnë të tjerë për të, ai vetë do të mendojnë se mua po më shikojnë dhe po më gjykojnë për këtë proces. Edhe pse vetë nuk ka bërë asnjë gjë, duhet ta përcaktojmë. Pra, është një sulm i ardhur nga jashtë, nuk ka qenë fajtor dhe unë gjithmonë e them që fiktima nuk është fajtor. Përkundrazi, duhet të jepet aq më shumë angazhim dhe forcë emocionale dhe sociale në atë moment sa më s'ka. Nga ana tjetër, kemi të bëjmë me frikra të pamundura. Frikra se mos diçka tjetër online do të ndodhi. Po sepse mos ndoshta dikush tjetër fizikisht do të vijë dhe do të bëjë diçka për të. Përballja me familjen është shumë e vështirë. Mund të kemi prindër që e kuptojnë rastin, por mund të kemi edhe prindër të cilët nuk e kuptojnë. Dhe këto janë disa elementë specifik që mund të çojnë pastaj stresi akumuluar, depresioni, janë shkallë rritëse ato deri në momentin për mendimin për deprasje. Sigurisht që nuk mund të them, kemi patur raste të tilla, por fatmirësisht kemi pasur mundësinë që të mund të ekuilibrojmë me institucione përkatëse, me instanca përkatëse, me shkollat, me psikologë të caktuar, për të neutralizuar, por mbi të gjitha për të fshirë së pari materialin sa më shpejt nga rrjetet sociale. Kjo është e para dhe shumë e rëndësishme sidomos për viktimat. Zoti Gajda, cilat janë grupet më të prekura nga gjuha e urrëties sot? Ne i përmendëm pak në hyrje bashk, po dhe a dominon një dimension gjinor në këtë problem, sikurse Boriana tha që rastet që raportohen më shumë vijnë nga vajzat, po në tërësinë, atë që ju hasni në punën tuaj? Paraprakisht doja të rimerja pak çfarë po thuaj pak më përpara, mbi pasojat mbi viktimat, sepse edhe këtu gjërat lidhen. Neve nuk kemi një shoqëri që e dënon kur një figurë, një njeriu denigrohet në vetvete, ose le të themi hidhen foto apo le të themi ka një gjuhë poshtëruese apo gjuhë urrëtie. Pra nuk kemi një komunitet që e dënon fenomenin si negativ dhe e merr në mbrojtje viktimën dhe i inkurajon. Por përkundrazi kemi një komunitet që e ushqen. Vetëm se harrojnë komponentët e këtij komuniteti që nesër mund të jenë ato viktimat e radhës, sepse po ushqeve një ambient të tillë urrëtie, sot është dikush i targetuar, po nesër mund të jesh ti. Dhe pas nesër mund të jetë një familjar i jot, apo prej pas nesër mund të jetë dikush tjetër. Kështu që është e rëndësishme të kuptohet që komuniteti nuk duhet kthehet një komunitet që tregon me gisht, por duhet të jetë një komunitet që flas çfarëdo lloj komuniteti, i klasës, i lagjes, i shkollës, i punës, pra duhet të jetë një komunitet që jo vetëm e dënon veprimin si negativ në vetvete dhe si problematik, por edhe e mbështet viktimën, e inkurajon që edhe ta ekspozoj rastin, edhe ta flas një herë atë, sepse ne kemi prap problemit mos komunikuarit, shikohet edhe në marrëdhënie më të ngushta, ne kemi probleme mos komunikimit dhe brenda familje. Fëmia me prindin, apo motra me vllajin, pra dhe kemi vështirësi të flasim gjërat tona, sepse na karakterizon dhe një ndjenjë turpi, sikur jemi ne fajtorët e diçkaje, dhe kjo bën pastaj që ti duke mos e folur me askënd të jetë jo vetëm izolimi, dhe pastaj edhe mediat vetë kanë raportuar shumë raste kur njerëz kanë dëmtuar veten deri në vetvrasje. Edhe nga aspektet të rrjeteve sociale, apo edhe të rinj që kanë tentuar vetvrasjen sepse janë ndjerë të bulizuar, për shembull, në shkollë apo në një ambient të caktuar. Për t'ju rikthyer pastaj pyetjes, përgjithsisht gjëja që neve shikojmë është që kryesisht grupet më diskriminuar rezultojnë dhe më të targetuara nga gjuha urrëties. Për shembull, ne kemi vënë re sidomos vitet e fundit që ka një trend në rritje gjuhë urrëtie kundrejt personave LGBT. Është e dukshme, shikohet në shumë ambiente të ndryshme, por ka një trend në rritje dhe përjetoj ka dhe një numër të madh ankesash që depozitohen institucion që lidhen me komunitetin LGBT. Ankesa që bëhen nga vetë komuniteti për shkak të asaj që ndjejnë si presion mbi vete, apo edhe jashtë komunitetit? Kryesisht nga organizatat shoqërisë civile, jo vetëm në mbrojtje të komunitetit, por nga organizata në mbrojtje të drejtave të njeriut, nga individ që janë pjesë e komunitetit, por edhe të nisura vetë kryesisht nga ana e institucionit, ku shikohet që ka përdorim. Kështu që në sidomos vitet e fundit ne kemi raste të shtuara që janë të adresuara kundrejt komunitetit LGBT. Ndërkohë që le të themi
për shembull, aftësia kufizuar mbetet akoma një mënyrë për të përdorur. Zakonisht aftësia kufizuar përdoret nëse duam të ofendojmë dikë apo duam të portretizojmë negativisht dikë, përdorim gjuhën e urrëties. Ka një përmirësim për sa i përket komunitetit, për shembull rom dhe egjiptian. Ka një ndërgjegjësi më të madh të shoqërisë. Për shembull, ne kemi parë dhe raste pozitive edhe kur padashje është përdorur terma të cilët janë ofendues për komunitetin, kemi parë raste që është kërkuar ndjes publike dhe është ndrequr, le të themi, situata. Por ka dhe disa momente që të cilat neve nuk i kemi shumë të ankimuara, por mjafton të shikoni komentet që bëhen në për rrjetet sociale, dhe ti shikoni që prap ka disa probleme që ndoshta ne mendojmë që nuk i kemi, por janë. Për shembull, neve kemi përdorim gjuhë urrëtie që lidhet edhe me aspektin e etnisë. Ne kemi sporti, për shembull, ka nxitur shumë aspekte që lidhen me gjuhën e urrëties për sa i përket etnisë. Dhe sidomos për shembull të lidhur me Serbinë, për shembull, apo aspekte fetare, të cilat ndoshta nuk manifestohen dhe nuk përdoren nga persona publik në televizion apo në rrjetet sociale, por përdoren nga shoqëria, nga vetë anëtarët e shoqërisë në komente të ndryshme që bëjnë në një lajm për shembull që mund të lidhet me Greqinë, apo që mund të lidhet me Serbinë, apo që mund të lidhet me një komunitet fetar të caktuar, dhe mjafton të shikosh komentet, ti shikon pastaj që aty ka një gjuhë urrëtie dhe aty ka shumë problematika, se aty bëhet fjalë deri për thirrje për të vrarë njerëz dhe për djegur njerëz. Kështu që dhe mbetet elementi gjini, patjetër gruaja mbetet më e targetuar. Sepse lidhet me atë që tham, nëse mëkohet kulturë të forti, patjetër që le të themi ajo që perceptohet si më e dobët bëhet dhe target pastaj e kësaj e instrumentave që kjo kulturë përdor pastaj për ta denigruar një grua në mënyrë ose për ta portretizuar pastaj në mënyra të ndryshme. Ndërkohë që u flisni zoti Gajda, ndjes që u ndërpres edhe për ju, Borjana, shpesher na ka ndodhur të gjithëve që për lajme të caktuara që ndoshta kanë bërë buja të traditshin e parë, po themi të çudisë, të gjithë jemi mësuar që të futemi dhe të shohim komentet, për të kuptuar ndoshta edhe pak më shumë nga se vjen. Dhe në 90% të rasteve të këtyre lajmeve, komentet janë jo me urrëtie, po janë ajo që ju thatë gati thirrje në hajdeni ta vrasim, ta masakrojmë. Po psi ka mundësi ne si popull, kaq shumë urrëtie kemi për brenda për njëri tjetrin, sa që edhe në një lajm që nuk ka lidhje ndoshta drejt për drejt me ne duhet të vjellim vrerë, ndjes për termin e përdorur, të shfrym në këtë lloj mënyre? Shiko, ai është manifestim i asaj që ne po thoni. Pra, shiko, ajo është një gjë që vet mbillet, vet korret. Pra, nëse në çdo ambient ti shikon ato që duhet jenë modele që përçojnë modele sjelljeje, pra personazh publik të çfarëdo lloj fushe. Nëse ti shikon që këto njerëz vet nuk arrin do të komunikojnë në mënyrën e duhur dhe gjithmonë ka në kontentin e diskursit tyre ofendim, të bërtitur, të denigruar dikë tjetër, patjetër pastaj që dhe pjesa e shoqërisë, le të themi në një pjesë të madhe, se nuk po themi që janë të gjithë, për fakt që nuk janë të gjithë, po një pjesë e madhe, patjetër që e ushqejnë këtë gjë, nxiten nga kjo gjë. Mbrojtje edhe kjo? Po shiko, aty mund të ketë shumë gjëra brenda, mund të ketë frustrim të këtyre njerëzve, mund të ketë dëshpërim të këtyre njerëzve, mund të ketë, siç u thash, imitim të këtyre njerëzve që shikojnë këtë mënyrë dhe mundohen të imponojnë këtë mënyrë, por është e vërtetë që urrëtia mbillet më shpejt se sa e mira në rrjetet sociale, se sa pozitiviteti, se sa e të promovuarit diçka pozitivisht, apo e të mbështeturit diçka pozitivisht. Dhe këtu patjetër ka dhe shumë dasi që ka shoqëria jonë. Dhe për shembull, neve vëmrej që shumë gjëra nuk është se kritikohen për gjën që janë vetvete, por kritikohet sepse ai modeli që ti ke e kritikon këtë. Për shembull, politika këtu ka një ndikim shumë të madh në mënyrën se si komunikohet në vend. Mjafton të shohësh ato që janë deputet, janë përfaqësues të popullit fund, na përfaqësojnë neve. Dhe mënyra se si ato komunikojnë me njëri tjetrin, që shikohet nga gjithë shqiptarët, është një lloj mëkimi i kësaj situate, le të themi agresive, e të parit tjetrit jo si, po themi, debatues apo si diskutant, po e të parit si armik, e të parit si diçka që jo vetëm që është armik, po do duhet ta ulësh, ta poshtërosh, ta ofendosh dikë. E pra, kjo e ndodhur për herë, le të themi, gjeneron probleme. Po për shembull, ju mjafton të përmendim rastin e gjyqtarit ndjerë të vrarë.
me komentet që erdhën më mbrapa dhe deri me mbështetjen që shoqëria po bënte me GoFundMe për le të themi personin që kishte vrarë gjyqtarin. Pra një mlef kundër drejtësisë dhe kundër njerëzve të drejtësisë, sa u kthye deri në inkurajim të veprimit që bësh fjalë për vrasje, pra njerëz që thonin unë kam parë vetë personalisht komente në rrjetet sociale që thonin bravo, i lumë dora, kështu duhet i bëhet e tjera. Pra këto janë nxitje gjitha për të kryer krime të tjera. Po shikoni, njerëzit kanë emotivitetet ndryshme. Dhe që do të thotë, ka dhe njerëz me një psikologji më të ndjeshme dhe emotivitet më të ndjeshme sa mund të ndikohen për ta kryer me të vërtetë veprim. Kjo është një gjë që për ta bërë dhe diku tjetër atë veprim. Më kot kemi 3 rastet e ditëve të fundit që janë po ato manifestimi i kësaj mënyre. I kanë dëm për asnjë gjë. Dhe komentet që janë zakonisht, sepse unë realisht jam futur për të parë për kuriozitet deri ku shkon kultura natyrore shqiptare. Nuk merren me thelbin. Nuk merren me humbjen e një jete, nuk merren që përveç se humbi një jetë, ka humbur jetën dhe frymon, jam e sigurt që vetëm frymon familjarët atyre personave tani, në vështirësinë më të madhe, të vrasësh në një mënyrë makabre, pa mëshirë, për çfarë? Për asgjë. Dhe thelbi i gjithë komenteve ishte se po e marrim atë titrën siç ishte në çdo rrjet social, ndoshta në çdo portal, prej bullizmit apo prej mosmarrveshjeve në punë. Pa mund të merret jeta kështu, këtu kemi të bëjmë pastaj me gjithë ngarkesat emocionale që një njeri ka që dhe bën atë veprim, duhet jesh ndoshta përtej një mendje të shëndosh për të vepruar kështu, dhe më pas të shikosh edhe gjithë kulturën tonë popullore, pse shkojmë dhe ai që komenton përgjithsisht ndjell urrëtie sërish. Po pse ka duhet të momente komentojnë? që justifikon. Dhe zakonisht nëse komentohet negativisht. Nëse ka një mendim pozitiv, nuk komenton askush. Jam totalisht e sigurt për këtë. Njerëzit që kanë një influencë më pozitive janë më të tërhequr nga rrjetet sociale. Njerëzit të cilët mund të kenë probleme me veten, me familjen, me shoqërinë, me mjedisin social në të cilën ndodhen, me vetë Shqipërinë, aty i bie që do gjesh në një farë mënyre edhe veten dhe ti komenton duke treguar të gjithë ndjesitë e tua personale, por duke i atashuar tek personi tjetër. Por fakti që neve në ditët e sotme, si me vrasjen e gjyqtarit dhe si me rastet e fundit, arrim si shoqëri të justifikojmë vrasjen, i bie që neve jemi në kushte vërtet të vështira dhe as pak emancipuese për vendin tonë. Nuk po bëjmë progres, jemi në regres total. Për të kthy një përgjigje që pse? Se shiko, për shembull, duhet jemi dhe kritik dhe vetë kritik. Shumë mendoj që dhe media ka një kontribut në këtë gjë. Pse? Po sepse shpeshherë mua më ndodh për shembull dhe ne merremi shumë me kontentin e medias, sepse nga që na vjen ankesa për gjuhë rrjetet ne do duhet të shohim të gjithë programacionin, kontekstin, për të parë çfarë ka ndodhur etj. Dhe për shembull, gjëja që bën përshtypje është që kryesisht videot në YouTube që hidhen nga media në lidhje me një programacion që ka ndodhur, janë video që nxisin le të themi një lloj ose më mirë që lidhen më shumë me faktin që ky ofendoi këtë apo ky i bërtiti kësajt apo ky bëri këtë, pra nuk është marrë me kontentin për cilën është bërë programi, që fundit media ka qëllim të informojë. Patjetër. Por ti duke vënë le të themi pozicione ekstreme në promovim, i bën dhe njerëzit që të fillojnë të komentojnë në mënyrë ekstreme, pra të ansohen, të mos shohin fare problemin për cilën është diskutuar, por të shohin personazhet që kanë përdorur, që kanë ofenduar njëri tjetrin, dhe në bazë këtyre ofendimeve të ndërtojnë dhe ato narrativën e vet, duke dakordsuar ose duke mos dakordsuar me faktin që është ofenduar dikush apo është ofenduar dikush tjetër. Pra, unë mendoj që ka shumë aktorë që kontribuojnë në këtë gjë. Dashje pa dashje, dhe që nuk marr përsipër të them është e paramenduar apo jo. Po fakti që e shohim kaq shumë dhe kaq shpesh këtë gjë, derisa e kthyer në metodë dhe në mënyrë, mendoj që do duhet ketë një kontribut nga gjithë nëse duam të kemi një klimë më informuese, më të qetë, më tolerante në mënyrën se si neve perceptojmë njëri tjetrin dhe komunikojmë me njëri tjetrin. Dhe patjetër secili ka, le të themi, kontributin e vet pozitiv dhe negativ në një situatë të caktuar. Për shembull, do të kisha dashur më shumë dhe shpeshherë shikoj që në shumë programacione, apo zakonisht kur ka disa njerëz që janë duke folur, të
cilët kanë mendimet kundërta dhe shumë mirë që i kanë të kundërta me njëri tjetrin. Mundohen të flasin në të njëjtën kohë. Mundohen të flasin të njëjtën kohë, përfundojnë në mënyrë agresive e tjerë, dhe pastaj po kjo gjë amplifikohet më shumë me ato copzat që vije në Reelsa apo në YouTube, dhe duke mbajtur gjallë pikërisht këtë moment konflikti dhe jo disa momente tjera informative që mund të kenë dalë nga i programacioni caktuar. Totalisht I fryhet një lloj konteksti për të mos... Kjo nuk ndihmon, e mban aty të ngërthyer gjithsesi gjën. Kështu që mendoj kontribues do duhet jemi gjithë, duke parë dhe neve nga vetja jonë mënyrën se si neve komunikojmë dhe shprehemi, mënyrën se si e shpërndajmë një informacion apo një lajm e tjerë, dhe ndoshta duke i shmangurit që këto promovimin e këtyre konflikteve, apo të mënyrës agresive dhe të ofenduarit, dhe duke i dhënë më shumë rëndësi një kontenti që ndoshta mund të jetë më i mirë për shoqërinë për të kuptuar diçka, dhe në pjesën më të madhe, edhe pse këto programacione nisen për të informuar, në pjesën më të madhe, e para aty askush nuk informohet, e dyta edhe në qoftë se është dhënë informacion është dhënë i deformuar, ka krijuar më shumë dizinformim dhe keq informim për publikun, i keq informim dhe dizinformim që pastaj ka shërbyer për të ushqyer urrëtie kundrejt edhe interlokutorëve që kanë qenë pjesë e një diskutimi, apo edhe anëve, apo ideologjive, apo mbështetjeve që ato mund të jenë pjesë një. Për shembull, unë mund të sjell në vëmendje atë që ka ndodhur me ligjin për barazinë gjinore, që është diskutuar muajin e fundit në shoqërinë tonë. Dhe për mendimin tim ka qenë një nga momentet më keq informuese dhe më dizinformuese, dhe shqetësimi këtu kush është? Që pjesa më e madhe e shoqërisë mbeten penge këtyre gjërave dhe nuk arrin dot kuptojnë kontentin e vërtet, thelbin e vërtet se për çfarë po bëhet një gjë. Dhe do të merren me aspekte tjera, vetëm kaq, devijuese dhe deformuese të diskutimit. Dhe nuk shkojnë mbaron historia për një analizë. Domethënë, kjo është një ndër gjërat që ka ndodhur. Po shikoni se nga ana tjetër kjo gjë ka shërbyer pastaj për gjeneruar dhe situatë tjetër. Për shembull, na ka ndodhur dhe rast absurd, po që ka një paralelizëm për shembull me çfarë ka ndodhur në Francë. Ne kemi këtë rastin absurd që për një sportiste... Po do ta diskutojmë në fund. Në fund. Do me të në pjesën e dytë të bisedës bashkë. Okej, ndoshta para prirë, po doja të bëja lidhjen. Sepse gjithë këtë diskurs mbi gjinit, ku kishte ndodhur ne në Shqipëri, ishte vënë dyshim në gjinia e ndokujt. Asnjëherë. Ja pra, ky diskurs kaq i animuar në një mënyrë negative në këndvështrimin tim, shërbeu që edhe dikush të bëjë një kërkesë që në këndvështrimin tim hyn në kufit e absurdit. Pa llogaritur pastaj paragjykimet që e kanë ushqyer e tjerë dhe të kërkoj, por pse ndoqa paralelizmin me Francën, sepse edhe në Francë ka ndodhur që për gruan e presidentit francez të jenë hedhur me një mori të madhe lajmesh, informacione, shtrema e tjerë, dhe duke zgritur të pretendimin që gruaja e presidentit është burr. Mos ndoshta kjo për ta plotësuar pak, sepse dhe unë kam lexuar diçka në lidhje me këtë, lidhet me faktin që në disa platforma të caktuara, në një platformë të rëndësishme, zonja Brigitte Macron është regjistruar me generalitetet e një mashkulli, dhe ndoshta kjo pastaj ka nxitur këtë tymnajë. Shiko, t'ju them një diçka, po dhe juve tash duke transmetuar emrin tim, mund të ma vini emri Roberta. Dhe që do shërbej kjo që të themi që pastaj unë jam grua? Jo, as pak, por duke qenë se është pranuar regjistrimi nga vetë zonja. Në gjë, po, më thënë, jo, unë e kam ndjekur si situatë, se më ka interesuar për punën që bëj, e kam ndjekur. Ka pasur 10 dënime në Francë për subjektet ndryshme që e kanë shtyrë këtë informim, ose këtë keq informim në rrjetet sociale duke përdorur, dhe ka pasur 10 dënime në Francë para 2 ditësh, gjykatat kanë dënuar 10 persona, vetëm për këtë fakt, që i kanë ushqyer një të pavërtet, në mënyrë shumë të madhe, po jo vetëm kanë ushqyer një të pavërtet, por kanë ushqyer një të pavërtet me qëllime denigrimi të figurës dhe të gjinisë dhe të personit në vetvete, dhe gjykatat franceze kanë dënuar, kanë gjobitur njerëz për këtë gjë, sepse konsiderohet e papranueshme. Në rastin konkret me sportistën që po flisim, është pezulluar nga një paragjykim i lindur nga kushdo, është pezulluar në të vërtetë, pra ka një konsekuencë negative, pra nuk është se thjesht është përfolur kjo gjë, por ka ndodhur një pezullim, pra është hequr nga ushtrimi i aktivitetit sportiv mbi një, le të themi, nga asgjëja. Nga një hipotezë. Po, fakti gjëja më interesante që ndodh në vendin tonë është që nëse hapet një hipotezë, apo përhapet një bashkëtem, merret e mirëqen hipoteza, bëhet i gjithë tek procesi, tek personi, mundësisht e anullojnë, mundësisht e paragjykojnë, e largojnë nga grupi, bëjë gjithçka, dhe më pas kalojnë në vërtetësi të rastit, ndërkohë që duhet jetë komplet e kundërta.
bëhet ka një paragjykim, nuk ka absolutisht askush të drejtë të shkojë te personi të drejtohet dhe të thotë ti je apo si je, çfarë do lloj qoftë arsyeja. Vërteto dhe më pas ke të drejtën të shkosh te personi, sepse të gjitha këto ndikime psikologjike, emocionale, sociale që ndikojnë te personi, askush nuk i merr dot me shpinë përveç se personit që i përjeton. Por kjo harrohet shpesh. Harrohet edhe asnjë nuk e mendon që mund t'i ndodhë ashtu siç tha zoti Gajda mbi shpatullat e veta. Shumë shkurt do shkojmë në reklama dhe vim përsëri në studio për të vjuar bisedën. Jemi duke folur për rastet e shtuara të gjuhës së urrëties ndërmjet njerëzve në vendin tonë, arsyet për ta kuptuar pse. Me mua në studio është që prej fillimit të programit Boriana Dine, psikologe dhe menaxhere nga isigurt.al dhe komisioneri për antidiskriminimin zotin Robert Gajda. Dua t'ju pyes pak, ndalen pak te shkolla zoti Gajda, por edhe për ju Boriana, sepse bashkëbisedim është diskutim i hapur. Të paktën në qytetin e Korçës, po ndoshta edhe në qytete të tjera, ka patur raste kur diskriminimi fillon të që në shkolla, që pjesëtar të komunitetit të rom dhe egjiptian nuk duhet të regjistrohen në këtë shkollë 8 vjeçare dikur tashmë 9 vjeçare apo edhe gjimnaze. Dhe ju në kohën që ishin reklamat më thatë që ju jeni marrë shumë me këtë rast. Si ka funksionuar dhe pse kjo lloj ndarjeje, diskriminim kaq i hapur? Para herë duhet ta xhbëjmë pak gjë, nuk duhet ta lidhim vetëm me Korçën. Fenomeni është hasur në shumë qytete. Ne kemi dalë edhe me vendime konkrete, to që në raste kryesisht veçimi ose segregimi në shkolla. Fenomeni që shikohet është që në qytetet ndryshme ka një aspekt që në një shkollë ose në 2 shkolla ka një përqendrim të egzageruar të fëmijëve rom dhe egjiptian, dhe pothuajse në gjitha shkollat e tjera të qytetit nuk gjen fare fëmijë rom dhe egjiptian. Ky është fenomeni. Dhe është krejtësisht negativ në vetvete për shumë arsye. Para një herë sepse bën një komunitet që të ndjehet, le të themi, realisht i veçuar, sepse ndjehet sikur është depozituar në një vend veçmas dhe nuk ka mundësi që fëmijë, njerëzit të jenë interaktiv me të ndryshme, me grupet e tjera shoqërore që ka një qytet i caktuar, dhe ne për fat kemi qytete që kanë grupe të ndryshme shoqërore, dhe është shumë e mirë për sa i përket diversitetit dhe të mësuarit që të vogël me të pranuar të ndryshmen si një normalitet shoqërisë tonë. Problemi tjetër pastaj është që në vetvete, edhe për shkollat që nuk kanë fare fëmijë rom dhe egjiptian, është një njëjtë problem, sepse dhe ato nuk njihen me të ndryshmen, pra nuk kuptojnë që në qytetin e tyre ka dhe komunitete të tjera me të cilët do të mund të ndërveprojnë që të vegjël. Nga ana tjetër, problemi që është vënë re është që në shkollat, sidomos ku ka përqendrim të madh rom dhe egjiptian, ka dhe një cilësi të dobët mësimdhënie. Dhe kjo lidhet edhe me faktin që ka dhe një kërkesë të dobët llogarie nga ana e familjeve dhe prindërve, po ka dhe një mungesë vëmendje pastaj të institucioneve arsimore mbi këto shkolla, dhe patjetër kjo pastaj bën që edhe cilësia e mësimdhënies dhe cilësia e studentëve që do dalin nga këto shkolla të mos jetë në nivelin e duhur. Dhe faktikisht neve kemi një numër shumë të ulët pastaj të nxënësve rom dhe egjiptian që vazhdojnë shkollën e mesme dhe që përmëtej vazhdojnë universitetin. Shihet më shumë tek vajzat, por edhe tek djemtë. Prandaj, fenomeni është problematik, nuk mund t'ju them që ka ndodhur me dashje, por mund t'ju them që gjithsesi ka pasur një veprim, le të themi, deri diku edhe inercie, nga ana e drejtuesve të shkollave, sepse ne kemi trajtuar vetë raste, kur na ka ardhur babai i fëmijëve, është ankuar, duke thënë që ore mu më takon të regjistroj fëmijët në këtë shkollë, dhe nuk mi regjistrojnë, që kanë qenë në Rom, dhe në shkollë janë thënë që numri është plotësuar, kështu që shkon në shkollë tjetër. Ndërkohë që neve na ka rezultuar që në atë shkollë ishin regjistruar fëmijë që nuk i takonte të regjistroheshin sepse duhet të regjistroheshin në zona tjera, dhe gjithsesi atyre që i takonte vetëm për këtë ka pasur sjellje të tilla, e cila pastaj e pa menduar, nuk po them që ka qenë e programuar, por e bër vit pas viti, ka sjellur situatën pastaj që disa shkolla kanë pasur një përqendrim shumë të madh, bile janë krijuar dhe stereotipizime mbi këto shkolla, sepse pastaj kanë filluar të quhen si shkolla rome apo shkolla egjiptiane në qytet, duke bërë që dhe shumë njerëz të tjerë, familjeve të tjera, pastaj të mos i çojnë fëmijët e tyre në këto shkolla, dhe duke bërë që realisht këto shkolla të kenë një numër jashtëzakonisht të madh të vetëm komunitetit rom dhe egjiptian dhe fare nga pjesa tjetër e komunitetit. Themi kjo është problematika në vetvete,
që si që thash nuk duhet lidhur vetëm me Korçën, ju kuptoj. Me qytetin e Korçës. Ne kemi pas më shumë raste edhe në Shkodër, edhe në Berat të evidentuara, edhe në Elbasan, kështu që dhe jemi duke shqyrtuar raste të herë pas hershme. Kuptohet, është një fenomen i cili kërkon bashkëpunimin e disa aktorëve që të marrin një zgjidhje. Nuk është se merr dot zgjidhje lehtë. Pra kërkon dhe bashkëpunimin e rreth parë një herë autoriteteve të Ministrisë së Arsimit, bashkisë dhe Ministrisë së Arsimit, komunitetit dhe autoriteteve, familjeve vetë prindërve rome dhe egjiptiane me autoritet, pra kërkon një organizatave të shoqërisë civile të involvuara, ndërmjetësve kulturorë që janë të nevojshëm që do duhet jenë në këshuar. Pra ka duhet ketë një bashkëpunim shumë të madh të shumë aktorëve që të mund të zhbëhet një situatë e tillë, e cila është ndërtuar ndër vite në një situatë të caktuar, në një kontekst të caktuar. Dhe rasti i Korçës është amplifikuar më shumë për fakt se ka pasur edhe një vendim nga gjykata e Strasburgut që tashmë e ka vërtetuar këtë gjë, ku e ka gjetur shtetin shqiptar në shkelje për faktin që nuk ka adresuar dhe nuk ka rregulluar një situatë segreguese në rastin konkret në shkollën e infrashëri në Korçë. Boriana, si ndikon kjo tek psikologjia e fëmijëve? E nxit pastaj kjo situatë e tillë vit pas viti, këtë fëmijën që në klasë të parë ndihet ndryshe, përveç ngjyrës së lëkurës, po themi sepse është krejt normale, po ndihet ndryshe edhe nga trajtimi që i bëjnë mësuesit, shokët edhe bashkëmoshatarët. E bën të jetë kontingjent që nesër të përdor gjuhën e urrejtjes dhe të dhunës në raste të caktuara? Do të ndihet kështu. Do të ndihet sepse është një fëmijë i cili që në fëmijërinë e vet ka krijuar ndarjen sociale. Që do të thotë, i përkasin një lagje të caktuar ku pjesa më e madhe i përket komunitetit rom, te kjo lagje caktuar do të ketë një shkollë ku sërish pjesa më e madhe i përket komunitetit rom dhe pjesa tjetër e qytetit janë të ndarë. Mirë po, çfarë ndodh? Në momentin që një fëmijë dëshiron të ketë një mjedis social të caktuar, qoftë edhe në një park lojrash, qoftë edhe në një mjedis të caktuar social. Në momentin që do të kemi disa fëmijë rom dhe disa fëmijë të tjerë, sërish do të krijohet, ndoshta edhe natyralisht kjo ndarje sociale. Pse? Sepse është amplifikuar tashmë që ne do rrim veç dhe ju rrini veç. Çfarë ndodh? Ka edhe një detaj tjetër. Prindrit vet, familja vet, është ndikues kryesor edhe në këtë aspekt. Prindit ndodh ndonjëherë që të thonë ti do rish me këtë klasë të caktuar, por nuk do rish me këtë klasë të caktuar, për 10 arsye. Kështu që natyralisht bëhet ai rrethi vicioz që kuptohet në fund fare pse deri në klasën e 9 fëmijët të komunitetit rom egjiptan do të shkojnë në një shkollë të caktuar dhe do të kenë një shoqëri përgjithsisht po them vetëm me mjedisin e tyre, pra me grupin e tyre. A do të kemi pastaj problematika më të shtuara? Sigurisht që do të kemi. Së pari në arsimin. Është më e vështirë, po prapë që në një mjedis të tillë të mund të kemi edhe një ndikim arsimor më të mirë. Është rreth vicioz, është i pashmangshëm. Pastaj është niveli kulturor. Nga momenti që një individ ndihet i përjashtuar në mjedisin social, do të ketë izolimin e tij, por nga ana tjetër do të ketë edhe shumë ndikime të tjera psikologjike që ndikojnë, që mund të jenë sigurisht mund të jenë më të revoltuar, sepse ndihet që nuk i përkasi një vendi, do ndihen ndoshta më të agravuar, po do jetë ajo mos shprehia, e folëm pak më përpara, mos shprehia e ndjesive apo emocioneve të tua, do të thotë që do të kemi një komunikim të agravuar me tonalitete të larta dhe mos kuptime. Do të ndodhin sherrët si qytetari dorës në dytë, krahas se ky është dhe problemi tjetër. Do të ndodhin sherrët më banale që shpeshherë janë ndodhur edhe fizikisht. Që këto komunitete në shoqëri, se ky është problemi, pra kush është problemi nëse ti në një shkollë nuk e fare fëmijë rom dhe egjiptian? Problemi është që ti informacioni pasaj që të vjen mbi këto komunitete është negativ, është stereotipizues. Duhet dini që një pjesë madhe të komuniteteve dhe të pakicave ndryshme shoqërore, neve i njohim vetëm nëpërmjet paragjykimeve. Dhe ti po nuk pate eksperjenca direkte jete me fëmijë që janë rom dhe egjiptian që të shikosh dhe që ta përgënjeshtrojnë atë negativitet që ty mund vi nga një ambient tjetër. Ti pastaj, kur rritesh dhe nuk e pasur mundësi që të kesh fëmijë të këtij komuniteti me cilin ti je rritur, të kesh ndjetur në klasë, ti njohësh për atë që janë, me të gjitha ato aspektet që kanë, ti pastaj je i prirur që ti besosh tyre paragjykime dhe për lloj ti diskriminosh.
Në të njëjtën shembull, se do ecë në të njëjtën shembull, por është shumë e zakonshme, janë pikërisht edhe stereotipit që ndodhin midis ndryshimeve dhe niveleve të mëdha ekonomike. Në një shkollë të caktuar. Është pothuajse e njëjta gjë, krijohet sërish i njëjti diferencë social. Personat që kanë një, le të themi, nivel më të lartë ekonomik, naturalisht, edhe pse janë fëmijë, ndihen më superior ndaj fëmijëve të tjerë, dhe pastaj ndodhin të gjitha shkaqet e bullizmit, e sherreve banale, e mos komunikimit, e mos marrëveshjeve dhe gjithçka tjetër, vetëm sepse është e drejta ajo që po thoje. Domethënë imagjino një person i cili edhe si vendbanim është vetëm në një pjesë caktuar qytetit, edhe si arsim është vetëm në një pjesë caktuar qytetit, ndjehet është vetëm me të ngjashmit e vet. Të themi, a ndjehet ky pjesë e këtij komuniteti e gjithë qytetit vetvete? A është pjesë e pranuar e këtij? Është edhe lokalisht i izoluar. Këto janë pasojat negative të segregimit. Por sidomos në shkollë ka një problem, më thënë, problemi është më delikat sepse janë fëmijë. Dhe neve parime në të vërtetë në arsimin tonë neve kemi diversitetin dhe gjithëpërfshirjen. E njëjta gjë ndodhet për fëmijët me aftësi të kufizuar. Për shembull, ne më përpara fëmijët me aftësi të kufizuar kanë pas qenë në shkollat të specializuara të veçanta dhe nuk qëndronin me fëmijët e tjerë. Dhe kjo nuk e ndihmon të integrimin e tyre, nuk e ndihmon të ndjeheshin dhe ato të barabartë dhe me të njëjtat mundësi si të tjerët, por ndjeheshin të demotivuar, të mënjanuar, mundësisht familjet kishin dhe turp t'i tregonin që kishin fëmijë dhe nuk i nxirrnin që të luanin me të tjerët. Për shembull, aftësinë e kufizuar janë bërë hapa shumë të mira për sa i përket diversitetit gjithëpërfshirjes, duke u bërë dhe ato pjesë të. E njëjta gjë duhet të ketë një shpërndarje më të drejtë të komuniteteve nëpër shkolla. Dhe nuk duhet lejuar ky lloj aspekti vetë, sepse nuk ndihmon atë qëllimin e madh që neve kemi. Shoqëritë tona, duam s'duam ne, janë diverse. Kanë komunitete të ndryshme. Dhe sa më mirë kjo ushqehet që tek fëmijët që ta kuptojnë që të jetojnë me të ndryshmen dhe ta pranojnë atë si normalitet pozitiv në vetvete, aq më pak sjellje diskriminuese dhe aq më pak gjuhë urrëtie do të kemi në të ardhmen. Sa më shumë neve krijojmë dasi, veçime, dallime midis grupeve shoqërore, duke i parë dhe negativisht ato, që të vegjël, aq më shumë neve mbajmë të gjalla paragjykime, stereotipe, diskriminim, dhe pastaj patjetër që do kesh më shumë edhe gjuhë urrëtie mbi këto grupe. Minutat e fundit dua ndalem të rimar pak temën e volejbollistes të Dinamos, e cila ju e thatë që tashmë është pezulluar Najara Ferreira për shkak të dyshimeve për gjininë e saj. Ky vendim në fakt ka hapur polemika të mëdha, jo vetëm në radhët e sportit, por edhe në radhët e qytetarëve dhe intelektualëve. Si e vlerësoni ju këtë vendim nga pikpamja ligjore dhe etike që ka ndërmarrë Dinamo? Shiko, e para një herë në kjo gjë ne personalisht, por dhe si institucion na ka habitur shumë në vetvete, domethënë në mënyrë. Është gjërat më të çuditshme që mund të dëgjojmë. Tani unë do të jem deri diku i kufizuar në shpresë sepse neve po mendojmë ta hetojmë vetë rastin kryesisht si institucion. Dhe jemi duke e vlerësuar këtë gjë dhe shumë shpejt besoj që do duhet ta nisim. Por, në thelb, unë mund t'ju marr disa momente që mund të na adresojnë deri diku për të kuptuar. Pra këtu gjëja që të paktën neve shohim si pamje të parë është që është ndërtuar komplet në bazë të një paragjykimi. Pse e them këtë? E them sepse vajza është prej mbi 15 vitesh që është e federuar dhe luan volejboll si vajzë në shumë klube tjera. Si që ka ardhur dhe tani në klubin e Dinamo, ndodhë si që ndodhë me futbollistë, si ndodhë me shumë sportistë. Ka qenë në të paktën 7 klube ndërkombëtare. Ka qenë. Dhe atjerë... Ndër të tjera ndjes që u ndërpres edhe në Arabinë Saudite. Në shumë vende. E kuptoj konteksti për cilin, po do më thënë jemi okej. Dhe në dokumentat e veta ka gjininë e saj femërore. Pra, ti nuk ke element objektiv në bazë të cilave ti mund të prezumosh diçka në vetvete. Prandaj them që është në bazë krejtësisht paragjykimi. Paragjykim që lidhet me pamjen e jashtme të personit në vetvete, dhe pastaj do marrë dhe momentin vetvete. Të ndërtuarit, të nisurit një aspekt, një gjë, vetëm bazë paragjykimi, dhe në bazë kësaj ti pastaj të marrësh dhe masa që ndikojnë direkt në personin, siç është edhe pezullimi nga aktiviteti sportiv, pra ti nuk është se thjesht ke je paragjykues, por ti në bazë të këtij paragjykimi ke ndërmarrë dhe një masë në vetvete, të pambështetur absolutisht në asnjë lloj elementi objektiv në vetvete, e bën atë pastaj edhe denigrues për personin. Lidhur pastaj edhe me kërkesën që lidhet me aspektet thelbësore të qenies njerëzore, që është gjinia e vet, dhe të vënit në dyshim këtë gjë, patjetër pastaj që ti e prek dinjitetin e këtij personi.
dhe e kthen pastaj në një situatë shkelse, domethënë ti e shkel personalitetin, dignitetin atij personin vetvete kur ti në baza paragjykimesh, ti jo vetëm merr masa që e pezullon nga gjëja, por edhe i indikon direkt në dignitetin e vetë si person, si qenie njerëzore, në identitetin e vetë, në ekzistencën e vetë në vetë. Kështu që prandaj kjo gjë nuk mund të ndodhi në këtë mënyrë, sepse është shumë gabim që të ndërmerren masa dhe të ndikohet në jetën e dikujt vetëm pas paragjykimesh. Boriana, si mendon? E di si është ndonjëherë liria e fjalës, quhet si liria e shprehjes, por harrohet deri ku duhet jetë kufiri. Dhe gjuhërrëties nuk ka ndonjë ndryshim çfarë quajmë gjuhërrëtie, i fjalë janë edhe ato, të cilat shpeshherë edhe mediatikisht quhen si liri shprehje. Jo, nuk është e tillë. Sepse janë disa fjalë që e tejkalojnë objektiven, kthehet subjektive. Normalisht si profesioniste e shëndetit mendor, realisht në çdo rast unë gjëja e parë që mendoj është ndikimi psikologjik që mund të ketë në njeri. Ndikimi emocional që mund të ndikojë tek një njeri, por me këto nuk merret askush. Këto do të duhet të përjetoj i vetëm personi i cili ka rënë përpjesë një histori e caktuar. Për sa i përket volejbollistës, a për çfarë folën? Për fakte? Jo, nuk ishin fakte. Atëherë i bie folën për atë që thuhet, më the, i thash, më tha, të tham, që nëse e perifrazojmë, quhet një fjalë vetme. Thash e them. Tani, a mund të bazojmë neve fakte të cilat rëndojnë kaq shumë tek një individ, sidomos kur bëhet fjalë për profesionin, dhe ke një jetë që ti e zbaton atë profesion me fakte të cilat në thonjza quhen thash e theme? Po që mund të ndodhte ndjes, se jemi shumë afër fundit dhe nuk mund të rri pa e bërë këtë pyetje, që mund të ndodhte nëse do t'ishte fjala për një futbollist mashkull, që ne dyshojmë që futbollisti i ardhur nga X shtet nuk është djalë? Ma mirë mendje mund të ndodhte sërish e njëjta gjë. Pse? Sepse do jetë thjesht media, do jetë thjesht portal, dhe do jetë sërish ndikimi që ai person ka në vetvete, se nesër kjo histori do shuhet për të gjithë, por ndikimin më të madh e ka vajza që do ta mbajnë mend gjithë jetën si një histori. Shiko, pavarësisht sportit apo gjinisë, nëse do ishte vetëm të ndërtuarit dhe të ndëshkuarit, të marrurit masa, vetëm bas paragjykimi, krejtësisht subjektive, është e gabuar në vetë. Sepse mund ndodhi pastaj në shumë dimensione, mund të jetë për gjini, po nesër mund të flasim dhe për aspekte tjera, mund të jetë edhe për besim, mund të jetë edhe për etni, mund të jetë edhe për momente tjera. Që do bëjmë në tash? Do merremi me, domethënë, pse si lind një diçka, do duhet të ketë një mënyrë, do duhet të ketë një, po patjetër, domethënë. Ti nuk ke asnjë nga këto elementë që ta sugjeroj këtë gjë. Atëherë si shkon ti, domethënë, edhe për më tepër dhe e pezullon dhe gjëja pastaj merr edhe jehonën e vet. Për hir të vërtetës do të thonë që mediat kanë qenë korrekte për shembull në këtë rast, në raportim. Domethënë janë munduar të jenë sa më objektive në raportimin e gjës. Por subjektet dhe portalet nuk kanë ndërhyrë shumë, ndjesë. Jo, ka pas një lloj. Pra është një temë që është pakës delikate, sepse është besoj totalisht e kuptueshme që është gabim, pra është bërë që në fillim gabim, dhe portalet nuk kanë pasur edhe shumë çfarë të thonë se është e bardha me të zezë që është gabim. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio, shpresoj të kemi përsëri rast për të folur për tilla raste, por jo vetëm edhe për të ndërgjegjësuar qytetarët që fjalët e mira bëjnë gjithmonë mirë. Absolutisht. Faleminderit shumë. Do shkojmë në reklama dhe do vim përsëri në studio për një tjetër tematik.